Në Janin, kur dielli ngrihej mbi liçen si një monedhë e artë e hedhur nga Perëndit, Ali Pash te Pelena zgjohej gjithmonë para oborrit. Dita ishte pushteti, fjala, frika dhe rendi. Dita ishte Dolcia, Dolcia ishte gruaja e oborrit, jo vetëm nga martesa, por nga pesha që mbante. Ajo dinte të lexonte heshtjen e pashajt më mirë se çdo vezir. Kur ai ulej në minder, me shpatën mbështetur pranë dhe sytë që s'kishin mësuar kur të luteshin, Dolcia sillte rregullin, letrat, emrat, taksat, gjakun që duhej falur dhe atë që duhej derdhur. Me të, Aliu ishte Ali Pash te Pelena, sundimtar, ujk i maleve, burr që i kishte mësuar perandorisë se frika mund të fliste shqiv. Bisedat e ditës ishin të thata, si buka e ushtarit. Dolcia fliste pak, por sakt. Ajo nuk e pyeste kur për ndërgjegjen, vetëm për pasojat. Në sytë e saj, Aliu shite pasqyrën e pushtetit, një burr që nuk i përkiste më vetes, por tokave që mbante nën çizme. Ajo e njihte ambicien e tij dhe nuk e gjykonte. Ishte bashkëpunëtore e heshtur e ngritjes së tij, por kur perëndonte dielli dhe Janina zhytej në një qetësi të rreme, fillonte një botë tjetër. Nata ishte Albeni, Albeni nuk i përkiste oborrit. Ai i përkiste hijeve, rrugicave të ngushta, mendimeve që Aliu nuk i thoshte dot me zë të lartë. Ishte i ri, i mpreth, me një mendje që si përkulej verbërisht frikës. Me të, Aliu nuk fliste për taksa e Ferman, por për ëndra që s'kishin formë shteti. Nata i hiqte peshën e titullit dhe e kthente në një burr që ende mbante brenda djalin e te Pelenës, atë që kishte parë varfëri, poshtërim dhe uri. Bisedat e natës nuk ishin të shkurtra. Ato zgjateshin si tymi i qirinjve. Albeni dëgjonte. Vetëm kjo mjaftonte. Ai nuk kërkonte vendime, por kuptim. Në praninë e tij, Aliu ndjente diçka të rrezikshme për një sundimtar. Qetësi pa frikë, Dolcia e dinte se nata e Aliut nuk ishte vetëm për gjumë. Ajo nuk pyeste. Gratë e pushtetit mësojnë shpejt se disa gjëra nuk kontrollohen me urdhra. Ajo e mbante ditën të fortë, sepse e dinte se nata, sa do e but, nuk mund të arrëzonte fronin pa ndihmën e ditës. Ali Pasha jetonte mes dy botëve, njëra e ndërtuar me gjak dhe ligj, tjetra me fjalë dhe heshtje. Dita i jepte emër historisë, nata i jepte kuptim vetes, por historia nuk fal dyzim të gjatë, me kalimin e viteve, hijet u trashën. Perandoria u bë më dyshuese. Një sundimtar që mendon shumë natën, bëhet i rrezikshëm ditën. Dolcia e ndjente se diçka po lëkundej. Albeni e kuptonte se afërsia kishte një çmim që nuk shkruhej në libra. Në fund, Ali Pasha mbeti ajo që kishte qenë gjithmonë, një burr që e ndërtoi veten mes kontradiktave. Dita dhe nata nuk u bashkuan kurrë plotësisht. Ato vetëm e mbajtën në këmbë për aq kohë sa historia kishte nevojë për të. Dhe kur gjithçka mbaroi, në kujtesën e Janinës nuk mbeti vetëm emri i tij si Pasha, por si njëri që jetoi ndar mes asaj që duhej të ishte dhe asaj që guxonte të ndjente.